Kujt i përket ky flamuri këtu? Tonga. Kujt? Tongës. Tonga, Republika e Tongos. Shumë mirë deri tani. Na kanë mbetur 2. Flamuri parafundit, kujt i përket? Mali Zi. Malit Zi. E konfirmojmë që është Malit Zi. Patjetër. Edhe flamurin e fundit që është ky këtu. Kujt i përket? Tajvanit. Tajvanit. Bravo. Tani mua më duk sikur ti nuk u lodhe fare. Me thënë këto ishin thjeshta, ë? Po. Tani për ta bërë këtë performancën tonë komplete dhe për të treguar njerëzve që ne gjeografinë e kemi vjetë që kur kemi lindur, do të shohim edhe disa harta me mese. Harta me mese është harta e shtetit, pa e treguar se cili është shteti, për të kuptuar cilit i përket dhe me cilat shtete kufizohet pikërisht shteti i parë për shembull që do nisim neve. Cili shteti përket kjo harta? Argentinës. Argentinës. I sigurt? E konfirmojmë, Argentina. Argentina me cilat shtete kufizohet? Me Kiljen, me Bolivin, me Paraguayin, me Brazilin dhe me Uruguayin. Po, sa shumë shtete konfirmojmë pak që ta kemi të saktë. Ja, po janë Kili, Bolivi, Paraguay, Brazil, Uruguay. Në rregull?